Atëra ekzistojnë disa të drejta që popujt e ndryshëm, përfshi dhe populli jon, i ka njohur, madje populli jon ka njohur një shumicë të drejtash. E drejta e parë është e drejta zakonore, që e kanë pasur gjithë popujt në fazën, po themi, primitive të tyre, kur nuk ishte krijuar sigurisht shteti. Pas të drejtës zakonore është e drejta, ajo quhet e drejta pozitive, e drejta e shtetit, pra. Ligji i shtetit. Dhe kjo fillon që në kohën romake, të perandorisë romake, dhe gjithë legjislacionin e periudhës romake, që na përket edhe ne, si vend që kemi qenë në perandorinë romake, gjithë ky legjislacion u mblodh nga një perandor i lirë që është Justiniani. Justiniani i shekullit 6, i cili botoi, mblodhi të gjitha aktet ligjore, dekretet perandorake, e gjithë shka, për duke dhënë 3 korpuse me legjislacion që u bë bazë pasaj dhe për perandorin bizantine, për 10 shekuj të perandorisë bizantine, nga shekulli 5 deri në shekullin e 15. Në Shqipëri ne kemi prova të ekzistencës së legjislacionit të drejtës pozitive, që në shekujt, ka përsim të shekujve 12-13, dhe madje ruhen disa akte ligjore të cilat janë zbatuar në kohën e perandorisë bizantine, kur ishte Bizanti në Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin. Pastaj kemi për të drejtën, po themi, zakonore, që është ajo, po themi, popullore, jo e drejta shtetërore, po e drejta popullore, kemi të dhëna me ardhjen e anxhuinëve francez në Shqipëri, në vitin 1272, ku mbreti Kali para Anxhu, që erdhi nga Italia, ai u bë zoti i Italisë Jugut, erdhi pushtoi edhe një pjesë të Shqipërisë, dhe në një akt të tij thuhet shprehimisht që mbreti Anxhu do i njofi krerëve shqiptar, qytetarëve shqiptar, të drejtat e tyre, zakonet dhe privilegjet që kishin gëzuar historikisht edhe më përpara. Pra, uzus, thot ai, consuetudines, prandaj themi dhe consuetudines janë zakonet e vendit. Prandaj themi është e drejta zakonore. Pra, në atë kohë vepronte e drejta zakonore, sepse perandoria bizantine ishte tërhequr nga Shqipëria dhe kishte ardhur një shtet i ri, që ishte shteti Anxhuin, mbretëria Anxhuine nga Italia e Jugut. Kjo është një provë që tregon që shoqëria shqiptare, edhe në kushtet, po themi, të epokave të hershme, është drejtuar me ligj, po është ligji zakonor, është zakoni i cili përpunoi në për kuvendet, apo jo, të krahinave, kishte edhe kuvende në bazë fshati sigurisht, krahine e më shumë, dhe përcaktoheshin normat që rregullonin jetën e brendshme të një komuniteti, që ishin marrëdhëniet, si thua, të pronës, po themi çështjet civile, marrëdhëniet e trashëgimnisë, marrëdhëniet e martesa, apo jo, rritet e ndryshme, marrëdhëniet me fen gjithashtu trajtohen, për shembull kanunin e Lek Dukagjinit, në mënyrë shumë specifike dhe me hollësi, dhe marrëdhëniet me shtetin, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë marrëdhëniesh ka komuniteti, po themi, me ata që qeverisnin në momentin e caktuar. Më vonë, përveç të drejtës bizantine, pastaj të drejtës zakonore që para ekzistonte, në Shqipëri dëshmohet edhe një formë tjetër e drejta e qyteteve komuna, e qyteteve shtete, po themi, të pavarura. Kjo fillon nga shekulli 14 dhe ne na rezulton që disa qytete të përparuara të Shqipërisë mesjetare, siç ishte Shkodra në radh parë, Durrësi gjithashtu,
Drishti, Ulqini dhe Tivari kanë pasur statutet e tyre. Statutet, po themi, kushtetuta që rregullonte jetën e një qyteti. Jetën ekonomike, jetën sociale, jetën politike, gjithashtu jetën fetare, të cilat statute ne për një fat të mirë, do të thosha, dhe për një zbulim mjaft të madh që ka ndodhur përsa i përket historisë së Shqipërisë, sidomos historisë së kulturës, statutet e Shkodrës u zbuluan kohët e fundit, rreth vitit të 2000, nga Lucia Nadin, profesoresha dhe mike e Shqipërisë, autore disa librave për Shqipërinë. Ajo i zbuloi këto statutet në një bibliotekë në Venecie, në bibliotekën e Muzeut Korer, dhe këto statute janë botuar deri tani 4 herë madje janë botuar dhe janë ezauruar, janë me rëndësi të jashtëzakonshme. I përkasin të drejtës pozitive, apo jo, sepse i përkasin qytetit dhe rregullojnë marrëdhëniet qoftë të qytetit Shkodrës me rrethinat e Shkodrës, apo jo, qoftë marrëdhëniet edhe me zotin, kryezotin që ishte në atë kohë, jemi në vitin 1347 kur janë bërë këto statute, madje përpara vitit 1347, kur Shqipëria ishte pushtuar nga Stefan Dushani, cari serb, dhe megjithatë statutet pikërisht shpallin, si thua, një autonomi të thellë të qytetit Shkodrës nga cari Sërb Stefan Dushani. Në atë kohë ishte mbret akoma, nuk ishte bërë perandor, nuk ishte bërë car. Dhe në mënyrë të qartë fillohet që me nenin e parë të statuteve të Shkodrës, ku sankcionohet parimi shumë i përparuar evropian i asaj kohe, jemi në mesjet, që ajri i qytetit të bën të lirë. Dhe neni i parë i statuteve të Shkodrës thotë që kushdo banor që është bujkrob i një feudali, madje edhe i mbretit vetë, edhe i mbretit, po të vinë në qytet të arratiset nga pronat e padronit të tij dhe të vinë në qytet, ai konsiderohet person i lirë, merret në mbrojtje jo vetëm nga autoritetet, nga komuna, nga bashkia e qytetit, por dhe nga të gjithë qytetarët, të cilët kanë dhe për detyrë ta mbrojnë dhe ta ndihmojnë atë. Kjo nuk gjendet në shumë statute të tjera, e ka dhe statutet e Budvës, sot në Maltëzi, pastaj kanë statutet më të përparuara, për shembull statutet e Strasburgut janë të njëkohshëm me statutet e Shkodrës, për atë vitit 1340, rrotull, edhe ata e përcaktojnë që në nenin e parë të drejtën e arratisjes nga pronat e feudalit në qytet dhe kthimi në një, si thua, në një banor të lirë, qytetar të lirë të atij vendi dhe ku askush se nuk e prekte, as edhe vetë mbreti nuk guxonte, nuk lejohej ta prekte. Pra, këto kanë bashkë ekzistuar, ndërkohë që ishin statutet e Shkodrës, padyshim, në malsinë e Shkodrës vepronte kanuni, vepronte drejta zakonore, e cila interferonte me statutet e Shkodrës, dhe kjo vlen edhe për jugun, edhe për pikërisht edhe për të drejtën zakonore të jugut, për kanunet e Idris Shullit, si quhen, ose shartet e Idris Sullit, dhe në Shkodër, për shembull, ne ndeshim në statutet e Shkodrës, ka edhe disa, po themi, ka disa nene të cilët merren me gjakmarrjen. Gjakmarrje në qytet, jemi në një vend, ka nene për gjakmarrjen sepse nga që vinin malsor, nga Malësia, vendoseshin në Shkodër, sigurisht ata sillnin dhe zakonet e tyre në qytet. Dhe në një kohë caktuar, edhe komuna e Shkodrës u detyrua të merrej me këtë problem dhe ta zgjidhte. Dhe fakti është që
disa nene që kanë statutet e Shkodrës, tentohet që t'jepet fund gjakmarrjes, duke e kthyer vrasjen e dikujt në një pagesë, pra familja e dëmtuar, të cilit i është vrarë djali nga dikush tjetër, pranon që të marrë një shpërblim në të holla nga familja e vrasësit, dhe në këtë mënyrë mbyllej, si thua, qarku i gjakmarrjes, nuk vazhdonte gjakmarrja, mbyllej. Dhe kjo, sado që është një formë, si thua, që në malësi tingëllonte shumë keq, se gjaku blihet me gjak, thuhet në kanun. Kështu që nuk mund të blihet me para. Kjo hyri dhe në kanunin e lek Dukagjinit në një kohë të caktuar, domethënë e drejta për të bler gjakun me para dhe për të ndërprer, si që thash, qerfullin e gjakmarrjeve. Por, si që thotë Nopça, një etnolog i shquar që ka vizituar malësit tona të Veriut, austriak, ky nen në kanunin e lek Dukagjin nuk gjente zbatim, sepse malësorët e quanin gjë të turshme që, si thuash, të vrarin, që ishte vrar nga dikush tjetër, ta falnin duke e paguar me para. Por në qytetin e Shkodrës, kjo normë zbatoi. Tani, lidhur me gjakmarrjen, kemi edhe në kanunin e Jugut, gjithashtu, të Idris Ullit, kemi të trajtuar këtë problem, se gjakmarrja ka qenë e përhapur edhe në jug të Shqipërisë. Ne kemi qenë në fund shekullit 17, këta murgjit bazilian që erdhën nga Italia në zonë e Himarës, të Bregdetit, flasin për ekzistencën e shumë të përhapur të gjakmarrjes. Shumë të përhapur të gjakmarrjes. Kudo ku kishte shqiptar, edhe në Peloponez ku ka pasur emigrant shqiptar që nga shekulli 14 me shumicë aty, edhe aty dëshmohet gjakmarrje. Madje shqiptar të Peloponezit e morin gjakmarrjen e quan edhe në Itali, ku rëvendosën Itali në shekullin e 15, madje e kanë quar deri në Korsik. Deri në Korsikën e Francës, ishullin e Francës, një komunitet i ikur nga Mani Peloponezit, në fund shekullit 17, nga vitet 1670, u vendos në Korsik, në një fshat që quhet Karzhedze, dhe në këtë fshat bënte kërdin gjakmarrja, simbas shkrimeve, librave që ka shkruar madje një banor i këtij fshati me prejade arbëreshe, nga i cili fshat ka origjinën edhe Napoleon Bonaparte, shiko si lidhen gjërat. Pra, nga ky fshat i ardhur nga arbëreshët e Greqisë Jugut, Peloponezit, të krahinës së Manit, që është tamam në ekstremin jugor të Peloponezit, e ka origjinën dhe Napoleon Bonaparte, dhe një nga karakteristikat e këtyre të ardhurve nga kjo zonë e largët, apo jo në Korsik, ka qenë pikërisht edhe gjakmarrja që ekzistonte midis tyre. Thash në kanunin e Labërisë shumë gjëra janë të ngjashme lidhur me gjakmarrjen, për sa i përket gjakmarrjes, por në Labëri zuri më shumë vend dhe u aplikua më gjerësisht dhe më shpejt praktika e faljes së gjakut me të holla. Ne kemi prova edhe në shekullin e 16, 17, deri në Çamëri madje, se edhe në Çamëri vepronin sharket e Idris Ullit, që në rast të vrasjes së dikujt, për të ndalur hakmarrjen, duke vrar vrasësin ose të afërmit e vrasësit, paguaj një shumë që atëre ishte deri 1.000 real që një monedhë e mbretërisë së Napolit. 1.000 real ishte, dhe
Kjo bjen në 3-4 shembuj që kemi gjetur në dokumentacionin e kohës, shekullit 16-17, kjo aplikoi në jug. Në veri, thashë, nuk aplikoi, por edhe ky fenomeni gjakmarrjes në veri, në kanunin e Elekës, ka norma shumë strikte të përcaktuara, të cilat ndiqeshin me fanatizëm. Ajo që bashkonte për shembull aspektin e hakmarrjes edhe me kanunin e veriut dhe të jugut, është pikërisht kjo që brenda 24 orësh, mund të merrej haka e të vrarit, pra mund të merrej haka e të vrarit, mbas 24 duke vrarë ose vrasësin, ose të afërmit e vrasit. Tiatin, babain, vëllain, kushurin të parë, gjithmonë vetëm meshkuj, kjo vlente si në veri, ashtu edhe në jug, dhe mbas 24 orësh, në jug, kishe të drejtë të vritej vetëm vrasi, pastaj jo familjarët e vrasit. Në qoftë se nuk ka rinë të vrasësh brenda 24 orësh vrasësin, atëre mund të vrasësh të tjerët brenda 24 orësh, pra thash familjarët e vrasit, mbas 24 orësh, mbas një dite pra, ti duhet vritëshe vetëm vrasi, nuk mund të vrisje tiatin e ti, ose djalin, ose kushurin e parë të ti. Kështu që këtu është një diferencë me kanunin, siç ka dhe diferenca tjera, për shembull, për çështje të largohemi nga gjakmarrja, të kthehemi ke rasti i martesës. Shumë gjëra janë të ngjashme dhe aty. Por përsëri në veri, në kanunin e Lekës janë shumë të përcaktuara dhe më të rrepta, do të thosha, nenet që kanë të bëjnë me martesën. Martesa sigurisht bëj në të dy rastet bëj me shkesë që i thonë, por në veri vendose saktësisht se kur do bëj dita, kur do bëj martesa. Dhe në rast se nusja e premtuar, pikërisht atë ditë që duhet të shkonte, të vrini krushi ta merrni, do të ishte smur, edhe si kur ti ishte duke dhënë shpirt, detyrimisht do të çohet e shtëpia e burit. Do merret, do të çohet ke shtëpia e burit. Në jug nuk e kemi kaq taksative këtë respektimin nuk ekzistojnë, të paktën me aq sa unë nuk jam një ekspert i të drejtës kanunore, por nuk e kam gjetur që të ekzistojë në jug një gjë e tillë. Gjithashtu pozicioni i gruas në veri, në kanuni, megjithse sigurisht respektohet, konsiderohet gruaja zonjë shtëpi e tjera, megjithatë konsiderohet një barë dhe thot vetë kanuni. Gruan e krahason me një barë dhe gruaja nuk sjell gjak, në qoftë se vritej gruaja, sigurisht vritej për dy arsye të forta, për arsye nderi një dhe për arsye të mos kryerjes së detyrave ndaj të mikpritjes, ndaj miqve. Në qoftë se thyet miku, edhe kjo në veri është shumë e fortë në kanunin e Lekës, atëherë edhe në atë rast gruaja mund të vritej dhe si thua nuk hynte në gjak me familjarët. Gruaja mund të hyjë në gjak me familjarët në qoftë se ajo vritej nga të tjerë, jo nga burri i saj, po themi nga njerëz të jashtëm, natyrisht edhe në mënyrë po themi aksidentale, dhe në atë rast duhet të jenë familjarët e gruas që të merrnin hakën, jo shtëpia nuk konsideroj, pra gruaja nuk konsideroj gjak. Dhe në këtë aspekt nuk prodhonte gjak, nuk prodhonte si thuash gjakmarrje. Për sa i përket të tjerave pasaj, sigurisht gruaja kishte tjetër trajtim, po themi, në statutet, në drejtën pozitive, në statutet e Shkodrës, që janë një shkallë e lartë e të drejtës pozitive.
aty shprehjimisht thuhet gruaja nuk mund të prekej me dorë, nuk mund të rrihej, gjë që e lejonte dhe kanuni i lekës dhe kanuni i labërisë, nuk mund të fyej me fjalë të rënda, apo jo prostitut e të tjera, dënoheshin shumë rënd me gjoba të rënda, dhe grua si të gjoj fjala në gjyq, pa që nevoja me dëshmi, qofse një grua në kohë që e kishte përdhunuar diku, qofte edhe prifti madje, kështu e kanë statutet e Shkodrës, gruaja në atë rast mjaftonte fjala e saj në gjyq dhe nuk kishte nevojë që të silte dëshmitar apo jo, por merrej fjala e saj merrej si e vërtet e pa diskutuar. Pra ka tjetër trajtim gruaja në statutet e Shkodrës në krahasim me këto elementet që thashtë të drejtës kanunore, qoftë të veriut dhe qoftë të jugut. Të tjera të marrëdhëniet e pronës, pasaj dhe ato janë të rëndësishme që trajtohen qoftë në kanunin e lekës, qoftë në kanunin e Idrisullit në jug. Prap, duhet pas parasysh që gruaja nuk konsideroj, nuk ishte pjesë në pronën e shtëpisë ku shkonte pra, ku martohej, ajo silte me vete pajën, dhe mbi pajën kishte të drejtën e saj, vetëm ajo të drejtën e pronës, të pajës që silte, e kishte gruaja, kurse në rastë ndarje pronësie e të tjera, gruaja nuk kishte pjesë, kishin natyrisht djemt në kanunin e lekës. Ndryshe trajtohet problemi pronës në statutet e Shkodrës, se po bëj një krahasim tani midis të drejtës zakonore dhe drejtës pozitive, të drejtës që përfaqësohet nga statutet e Shkodrës, që të paktën është i vetmi dokument që e kemi të plot. Aty gruaja në qoftë se i vdiste i shoqi, ajo, si thuash, menaxhonte shtëpinë edhe pronat e shtëpisë. Dhe gruaja kishte të drejtë edhe të përjashtonte nga trashëgimnia një djalë të themi të padenj, në qoftë se djali nuk sillej mirë, apo nuk respektonte prindërit. Këtë e bënte edhe kur jetonte i jati, apo jo. Në qoftë se kish një djalë që nuk respektonte prindërit, që e turpëronte familjen me sjelljen e tij, babai dhe nëna, në qoftë se ngelej nëna, vdiste babai, e përjashtonin nga e drejta e trashëgimnisë, që ishte një gjë jashtëzakonisht e rëndë. Respekti për prindërit trajtohej gjërësisht, ashtu si edhe në kanunin e lekës dhe në atë të jugut, dhe trajtohet gjërësisht edhe në vetë statutet e Shkodrës. Edhe statutet e Shkodrës, po kjo është një, si thuash, është një normë e marrë që nga ligjet e Justinianit, pra që nga shekulli 6, edhe në ligjet e Justinianit, sankcionoi që prindërit duheshin respektuar, për ta duheshin kujdesur fëmijët, duhet i mbanin, duhet punonin për ta. Përndryshe, prindërit kishin të drejtë pasaj edhe t'i nxjerrin nga shtëpia, fëmijët e pa denj, djemt e pa denj, se bëhe fjalë kryesisht për djemt, ose ti përjashtonin nga trashëgimnia. Pra është një normë kjo e së drejtës pozitive, në qoftë se nisemi nga ligjet e Justinianit, shekullit i 6, por që edhe ligjet e Justinianit kanë marrë nga e drejta zakonore, pjesë të veçanta, studiusit të juristët e mëdhenj që kanë studiuar ligjet e Justinianit, thonë që kanë hyrë dhe të aspekte ndryshme të së drejtës zakonore, kanunore, edhe në ligjet e Justinianit. Kështu edhe në statutet e Shkodrës, ka hyrë ky nen, si thuash, i cili vjen nga ligjet e Justinianit, po është akoma më i hershëm se ligjet e Justinianit, vjen nga e drejta zakonore e popujve që bënin pjesë perandorin bizantine në atë kohë, ku shqiptarët ishin një pjesë shumë e rëndësishme.
Statutet e Shkodrës përfshin thash gjithë aspektet e jetës, edhe marrëdhëniet me rrethinat, me fshatin, me interlandin e qytetit, por shpesher dinin edhe probleme të cilë, sidomos çështje që kishin bënin me banorët e rinj që vinin nga Malësit në Shkodër, çështje të cilat nuk i zgjidhte dot statuti. Dhe në një rast madje që është shënuar, është krijuar një grup i veçantë me pleq të ardhur nga Malësia për një çështje që kishte të bënte me zakonet e zonave të thella të Malësisë. Dhe u krijuar një nen i veçantë që u shtua te statutet e Shkodrës nga viti 1400 e ca. Dhe ky vendim që mori pleqësia, ata 4-5 pleq, të cilët e zgjidhen çështje në bazë të normave të tyre të kanunit, ky hyri u bë si pjesë e statutit. Pra, ndeshim dhe këtë formë që statutet e Shkodrës pasuroheshin her mas here me norma të reja që i silte vetë nevojat e zhvillimit të qytetit, ndryshimet e kushteve historike, ekonomike, sociale të qytetit, por edhe nga një fakt i tillë që kishte të bënte me ardhjen, me prurjet e banorëve që vinin nga Malësit në qytet, të cilët sillnin dhe problemet të panjohura për vetë qytetin, për të cilat merreshin vendime dhe ktheheshin në akte normative pasaj që përfshiheshin në statut. Dhe kjo ka ndodhur me statutin e Shkodrës. Sigurisht edhe e drejta kanunore që është shumë e lash, shumë e vjetër, aqsa edhe kanuni i Lekdukagjinit, ne e dim që diskutohet, quhet kanuni i Lekës, por a është i Lekdukagjinit, siç mendojnë shumë, apo i Aleksandrit Maqedonisë, jemi para erës së re, edhe kjo mund të jetë e mundur, sepse Aleksandri Maqedonisë, kulti i Aleksandrit Maqedonisë ka qenë shumë i përhapur, sidomos në veri të Shqipërisë. Mjafton të kujtoj një fakt që udhëtar të ndryshëm që kanë vizituar veriun e Shqipërisë, që nga shekulli 18, po edhe më herët misionarët që vinin e propaganda fitës, vinin re këtë aspekt që kulti i Aleksandrit Maqedonisë ishte i ngulitur thellë në popullsitë e fshatrave më të thella të Malësisë. Dhe vetë turqit, kur erdhen dhe morën Shkodrën, nuk e quanin Shkodrën, po e quanin Iskenderije, do me thënë qyteti i Aleksandrit. Skënderi është Aleksandri këtë turqit, si që Skënderbeu jon, turqit e quajtën Aleksandr, por në gjuhën e tyre Skënder, dhe kështu quajtën dhe Shkodrën, një Skënderije, do me thënë, respektuan një tradit që aty gjetën, që e njifnin vetë shkodranët, e qiftin vetën pasardhës të Aleksandrit Maqedonisë, dhe aq e vërtetë është kjo, sa që edhe vetë statutet e Shkodrës fillojnë, kanë në hyrje një dedikim që i bëhet Aleksandrit të Maqedonisë, ku thuhet madje edhe që këto statutet e Shkodrës i ka miratuar vetë Aleksandri Maqedonisë, gjë që sigurisht s'është e vërtetë, por kjo tregon më së paku që në Shkodër ekzistonte kulti i Aleksandrit të Maqedonisë. Dhe prandaj diskutimi është nëse kur themi kanunet e Lekës janë të Lekë Dukagjinit apo janë të Aleksandrit të Maqedonisë. Gjithsesi është një provë e patjetërsueshme që kanunet janë shumë të hershme. Thash, i kanë pasur të gjithë popujt, madje është një, siç dihet, britanikët nuk kanë një kushtetut. Është një vend pa kushtetut, dhe britanikët janë i vetmi popull në Evropën moderne, në botën moderne, ndoshta që në vend të kushtetutës kanë të drejtën kanunore të lashtë të tyre të vjetër. Pra, ajo Magna Carta, që është një, si thuash, një marrëveshje e bërë midis krerëve të Britanë në shekullin e 13,
kur është bërë Magna Carta, ajo shërben si kushtetutë edhe sot e Britanisë së Madhe. Pra nuk kanë kushtetutë, po kanë një të drejtë zakonore në bazë të cilës është rregulluar, është bërë legjislacioni që prodhohet pasaj nga kjo kartë kushtetuese, të themi, po që është gjithsesi një kanun është edhe ai nga buron e drejta, po themi, pozitive pasaj akteve ligjore, natyrisht që kanë penale, civile, tjera që i ka dhe Britania si gjithë popull. Po kushtetut nuk kanë kanunin e tyre të vjetër.